Pas largimit të presidentit Nicolas Maduro nga pushteti dhe arrestimit të tij nga Shtetet e Bashkuara me akuza për narkoterrorizëm, pushteti real në Venezuelë mbetet në duart e një rrethi të vogël, por shumë të fuqishëm zyrtarësh politik dhe ushtarak të mbështetur nga aparati i sigurisë dhe rrjetet e besnikëve të regjimit. Në krye të shtetit ndodhet aktualisht Delcy Rodriguez, presidentja e përkohshme dhe ish zëvendës presidente Maduros. Ajo po drejton vendin në mbikëqyrjen e drejt për drejt të Shteteve të Bashkuara. E njohur si figura kyçe e pushtetit ekonomik të mëparshëm, Rodriguez ka fituar përkohësisht besimin e Washingtonit dhe shihet nga kompanitë amerikane të naftës si personi më i aftë për të ringritur sektorin energjetik të shkatëruar të Venezuelës. Një tjetër figurë qendrore është Jorge Rodriguez, vëllai i saj dhe kryetari i Asamblesë Kombëtare ku Partia Socialiste në pushtet ka shumicën absolute. Ai konsiderohet ndërmjetës kryesor mes regjimit dhe komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për negociata politike dhe reforma në ligjet e naftës. Nga ana tjetër, Diosdado Cabello, ministri i brendshëm, mbetet figura më e frikshme e aparatit shtypës. Ai kontrollon kundër zbulimin ushtarak dhe grupet paramilitare. I akuzuar nga Shtetet e Bashkuara për narkoterrorizëm dhe me shpërblim $25 milion për arrestimin e tij, Calebo shihet si zbatuesi kryesor i represionit dhe një pengesë serioze për tranzicion. Në ushtri, ministri i mbrojtjes Vladimir Padrino Lopez luan një rol kyç. Ai ka shprehur besnikëri ndaj Delcy Rodriguez dhe shihet nga Shtetet e Bashkuara si faktor stabiliteti për të shmangur kaosin gjatë tranzicionit, pavarësisht akuzave penale ndaj tij në Shtetet e Bashkuara. Në opozit, Maria Corina Machado, fituese e çmimit Nobel për paqe, mbetet figura më e njohur kundër regjimit. Megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump ka minimizuar shanset që ajo ta udhëheqë vendin duke deklaruar se nuk ka mbështetje të mjaftueshme për të qeverisur. Por kush vendos për Venezuelën në Shtetet e Bashkuara? Në Washington, politika ndaj Venezuelës udhëhiqet nga një grup i ngushtë zyrtarësh të lartë. Sekretarja amerikan i shtetit Marco Rubio është figura kryesore diplomatike dhe një kontakti drejt për drejt me Delcy Rodriguez. Më pas vjen drejtori i CIA-s John Ratcliffe, i cili ka pasur një rol vendimtar në operacionin sekret që çoi në kapjen e Maduros. Ndërkohë, Stephen Miller, zëvendës shef kabineti i Shtëpisë së Bardhë, përfaqëson linjën e ashpër të administratës Trump duke parë politikën e jashtme si ushtrim force. Sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth ka koordinuar operacionin ushtarak në Karaibe, ndërsa sekretari i energjisë po drejton planin amerikan për ndërtimin e industrisë së naftës në Venezuelë me përfshirjen e kompanive amerikane. Ndërsa Maduro është jashtë loja, ardhmja e Venezuelës mbetet e pasigurt. Pushteti real vazhdon të mbahet nga struktura e vjetër, ndërsa Shtetet e Bashkuara po përpiqen të formsojnë tranzicionin sipas interesave të tyre strategjike dhe energjetike.